Zbuloni ushqimin sekret që rrit kujtesën, përmirëson shpejtësinë e trurit dhe rikuperon memorien. Ju ndoshta shpesh harroni ku keni vendosur çelësat e shtëpisë, të makinës, telefonin ose syzet, ndonse më pas zbuloni se i keni të vëna. Kujtesa e dobët është një problem që prek miliona njerëz në mbar botën. Problemet me kujtesën janë gjithmonë në rritje me kalimin e moshës. Ato ndikohen nga nxitja e problemeve të gjumit, stresi, depresioni, mungesa e vitaminës B, tiroidja, përdorimi i tepërt i alkoolit, duanpirja dhe ilaçet e caktuara të cilat jeni duke i marrë. Në raste të rënda, kujtesa nxit gjithashtu edhe shfaqjen e problemeve të sklerozës ose edhe më rënd akoma probleme të theksuara të Alzheimerit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video do të tregojmë disa nga zgjedhjet më të mira për kujtesën që ndoshta nuk kanë të bëjnë vetëm me sëmundjet e lartë përmendura. Sëmundjet e rënda të kujtesës kërkojnë trajtime të specializuara mjekësore dhe jo thjesht receta natyrale që mund t'i përgatisni në shtëpi. Por duke mbajtur një regjim të duhur ushqimor dhe duke vendosur trurin tuaj në aktivitet të plotë çdo ditë, do ta keni më të lehtë të mbani kujtesën më të fortë dhe gjithashtu të mos shkaktoni rënje të procesit të njohjes. Ekspertët kanë renditur disa nga produktet natyrale më të mira, të cilat mund t'i shtoni pa frikë në dietën tuaj, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në rritjen e procesit të kujtesës. Bajamet janë një frut i cili mund të ndihmojë dukshëm në procesin e kujtesës suaj. Bajamet përmirësojnë kujtesën, janë një frut shumë i pasur me antioksidant, gjithashtu edhe me acide të mira yndyrore, të cilat do të luajnë një rol pozitiv në procesin e trurit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ato janë të pasur me antioksidant yndyrna omega 3. Të cilat janë fantastike për kujtesën dhe shëndetin e syve. Zhysni 5 deri në 10 bajame në ujë dhe të nesërmen i grini ato në një mikser pa lëkura. Masën e përfituar e zjeni së bashku me një gotë qumësht. Shtoni mjaltin dhe konsumoni këtë pije për 30 deri në 40 ditë me radhë për të paktën çdo vit. Kështu përfitime në procesin e njohjes do t'jenë më të mëdha dhe do të ndihmoni në lehtësimin e problemeve të rënjes së kujtesës. Rozmarina është një erëzë fuqiplot, e cila mund të luajë një rol shumë të rëndësishëm edhe në procesin e kujtesës. Kjo bimë fantastike është ideale për shëndetin tuaj të trurit, gjithashtu edhe për kujtesën. Zjeni një tufë me rozmarin në ujë për rreth 5 minuta. Kullojeni lëngun dhe shtoni mjaltin. E pini çdo ditë për 3 deri në 4 javë. Dhe ju mund ta përdorni gjithashtu edhe vajin esencial të rozmarinës duke e nuhatur çdo ditë. Kështu përfitimet e saj në procesin e kujtesës do të jenë të menjëhershme dhe një fuqi shumë e mirë për shëndetin e trurit. Vaji i peshkut gjithashtu mund të jetë një aleat shumë i mirë i dietës suaj për procesin më të mirë të trurit. Suplementet që përmban vaji i peshkut përmirësojnë kujtesën dhe funksionet e trurit. Acidet yndyrore që gjenden te vaji i peshkut parandalojnë gjithashtu edhe formimin e pllakave të trurit që kanë lidhje me sëmundjen e Alzheimerit. Merrni 600 mg vaj peshkut çdo ditë. Ushqeuni rregullisht sa të keni mundësi me salmon, sardele, hareng dhe skumbri. Kështu përfitimet e saj në shëndetin e trurit do të jenë të menjëhershme dhe fuqiplota. Edhe frutat e pyllit janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin e trurit. Frutat e pyllit siç janë për shembull boronicat, qershit dhe manaferat, janë një burim i shkëlqyer i flavonoideve që përmirësojnë funksionet tuaja të trurit dhe rrisin gjithashtu procesin e kujtesës. Konsumojeni ato rregullisht në mënyrë që të merrni vlerat e tyre më të mira. Ndër ushqimet e tjera më të mira për shëndetin e trurit sipas të dhënave të Healthline janë për shembull avokado, panxari, lëngu i kockave të mishit, brokoli, gjithashtu selinoja, vaji i arrës së kokosit, çokolata e zezë, të cilët do të luajnë një rol fantastik në shëndetin tuaj të trurit.
Duke u kujdesur më mirë për regjimin tuaj ushqimor, do të keni më pak probleme me rënien e kujtesës me kalimin e viteve. Është e rëndësishme që dietën tuaj ta rregulloni çdo ditë dhe gjithashtu të ndërmerrni hapa bazë për ta vënë trurin tuaj të punojë si duhet. Ushqimet luajnë një rol kyç për shëndetin e trurit. Frutat e thata janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese që mund të shtohen fare lehtë në dietën tuaj. Një aleat i vërtet për trupin tuaj, jo vetëm që janë të pasura me yndyrna omega-3, omega-6, por ato përmbajnë vitamina dhe minerale. Për më tepër, ky ushqim do të kontrollojë nivelin e serotoninës në tru, i cili nga ana tjetër do të rregullojë kontrollin e oreksit dhe gjendjen tuaj shpirtërore. Frutat e thata janë një zgjedhje shumë e mirë shëndetësore për shëndetin e trurit. Farat e kungullit gjithashtu mund të jenë aleati juaj më i mirë në çdo aspekt, kryesisht edhe atë të kujtesës. Për disa njerëz këto fruta janë pothuajse të parëndësishme, por duhet të dini se ato përmbajnë gjithashtu vitaminën A, vitaminën C, vitaminën E, omega-3, omega-6 dhe zink. Nëse hani çdo ditë këto fruta, atëherë do t'i siguroni trupit tuaj të gjithë elementet ushqyes, siç është zinku, i cili do ju ndihmojë në procesin e kujtesës dhe lehtësimin e procesit të rënies së saj. Çokolata e zezë është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj, që do ju ndihmojë dukshëm në procesin e kujtesës dhe në lehtësimin e rënies së saj. Një aleate e vërtet pasi garanton funksionet më të mira të trurit, njohëse dhe të elementëve motorik. Disa gram në ditë janë mëse të mjaftueshme, por mos harroni që të blini ato që përmbajnë nga 70 deri në 80% kakao. Kështu përfitimet në shëndetin e trurit do të jenë të menjëhershme dhe do të keni gjithashtu më pak probleme me rënien e njohjes. Salmoni është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm ushqyes, jo vetëm për trupin, por edhe për trurin. Është ndër llojet e ushqyesve më të rëndësishëm për trurin, gjithashtu edhe për kujtesën. Falpranisë së acideve yndyrore omega-3, të cilat ndihmojnë në parandalimin e problemeve të radikaleve të lira, salmoni përmban gjithashtu lutein, një karotenoid që grumbullohet në tru i cili ka fuqi të mira anti-inflamatore. Ai gjithashtu përmban acide yndyrore të pangopura, fibra dhe vitamina shumë të rëndësishme. Vezët gjithashtu janë një produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohen në dietën tuaj, që do të luajë një rol pozitiv në procesin e njohjes. Ato përmbajnë element të mirë të kolinës, një koenzim e dobishme për procesin e kujtesës. Bëni kujdes të mos hani shumë vezë sepse përmbajnë yndyrna, sidomos ato të cilat gatuhen të skuqura. Prandaj është e rëndësishme që vezën ta shtoni në dietën tuaj në formën e tyre natyral të zjerë. Kështu përfitimet që do të keni do të jenë të menjëhershme dhe do të keni gjithashtu një mbrojtje më të mirë të procesit të kujtesës. Peshku blu është një aleat shumë i mirë i shëndetit të trurit. Një ushqim që duhet të jetë gjithmonë i pranishëm në dietën tuaj dhe duhet të hahet vazhdimisht në dietën e përgjithshme. Ato janë ushqime të pasura me yndyrna omega-3 dhe vitamina të cilat veprojnë drejt për së drejti në sistemin tuaj nervor. Ato përmbajnë fosfor dhe element të rëndësishëm ushqyes, të cilët do të ndihmojnë në procesin tuaj njohës. Edhe bishtajoret nuk ngelen pas në këtë aspekt, pasi do të luajë një rol pozitiv në procesin e njohjes dhe lehtësimin e rënies së kujtesës. Ato janë të pasura kryesisht edhe me acid folik, i cili është në gjendje të parandalojë plakjen qelizore dhe të ndihmojë në forcimin e kujtesës. Spinaqi, lakra dhe marulja janë gjithashtu një aleat shumë i mirë i fuqishëm i trurit tuaj. Të treja perimet janë shumë të dobishme për shëndetin tuaj të kujtesës. Ato përmbajnë antioksidantë të cilat parandalojnë edhe përkeqësimin e funksioneve njohëse, duke dhënë trupit tuaj të gjitha elementet ushqyes që do të kthehen në aleat të mirë në organizëm. Sigurohuni që të konsumoni produktet e duhura natyrale dhe të konsultoheni me mjekun tuaj vazhdimisht, sidomos nëse keni filluar në hapat e para të rënies së procesit të kujtesës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.